t'ja apish sadaka se dikush ka nevojë nga pasuria jote. Se Allahu dikan e ban t'jetoje si fukara, po Allah e ban dikan t'jetoje si zengin, si pasonik. Jepe fukarave, jepe skamnorve, jepe familjes tonë që kanë nevojë. Se shiko, pasuria ta mbron edhe pasurinë edhe familjen. Të mbron ty. E keni pa te ne, shpesh dikush kur ban ndeshje. Çka thejmë ne? Pleshtet tonë, vallahi be, sadakaja të ka mbrojt ty. Ulemat thonë pasuria, sadakaja të mbron nga 70 të këqia. 70 këqia nëse ka pas me të ndodh, çajo sadaka çka ti e jep të mbron nga 70 këqia. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, në herë Allahu xhaleshanu hidhrohet prej punëve tona. S'është i kënaqur nga gjunat e tona. Bëjmë diçka që nuk është razi Allahu xhaleshanu. E thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, jep sadaka sepse sadakaja e shuan hidhrimin e Allahu xhaleshanu. Sa mirë që përmend se ka për shembull shteshe në sezonin e verës. Kanë këtar ka spare të mëdha, kanë këtar ka. Po edhe sadakave të shton pi fatkeqësisë, pi ndeshje. E pa dyshim se çat pasoni çka japin na për kanë këtarët apo na për dasma, daulla kështu, vallahi janë këtë boshe. Me adhoni fukara ose një studentit ose një smurit fiton ti. Faktikisht që si e ceke mbrosh nga ndonjë fatkeqësi, nga ndonjë ndeshje e keqe. Ndeshje e shuan hidhrimin e Allahut, sadakaja të mbron edhe në varr. Sadakaja është dëshmi ditën e Kiametit, ku do dash para Allahut ka më thon, ky njeri më ka dhënë mu, i ka dhënë filonit pasuri. Edhe ka më dëshmu ditën e Kiametit para Allahut xhalesha. Ka më dëshmu për imanin tan, besimin tan. Për këtë shkak njeriu është i mençur ai cili e menaxhon pasurinë e vet. Apel, mos u jepni këngëtarkave, edhe këngëtarëve epnu fukarave. Çata parë çka e ke vendosur sonte ndarsëm, mi i dhon këngëtarkës, për shembull 100 euro, 50 euro, mo i xhep, epja dëni fukaros. Ja dhon fukaros, ka me pas dobi edhe në dunjë edhe në ahiret. Po valla po. A dhe sadaka ta run edhe pasurinë, se çka do të thotë, kat eflaha men tazaka, ka shpotuar i cili e ka pastruar mallin e vet. Është pastrim sadaka, shiko, ta pastroj me mallin tan, se na herë njeriu punon, po pa bon ndonjë haram, ndoshta pa vetdije se ka çare. Ose gënjen, ose e përzin mallin e vet me haram, e çat sadaka ta pastron mallin tan. Ti në fund vitit kur e jep sadakon ta pastron, po edhe ndihmon fukaran. E ndihmon, po edhe e mbron familjen tonë, e mbron atë shëndetin tan. Edhe e mbron familjen tonë, edhe e ndihmon njeriu, po edhe do të shpoton edhe në dunjë, po edhe të shpoton edhe ditën e Kiametit. E për këtë shkak muslimani duhet të ketë kujdes menaxhimin e pasurisë. Ç'ktu?